E në lidhje me atë se si mund të formohet qeveria e re, në një prononcim për bota sot foli analisti politik Gani Qapi. Fillimisht ai u shpreh se zgjedhjet lokale dhe rezultati i tyre do ndikojnë në negociata për formimin e qeverisë së re. Sipas tij, ndonë se nuk ka një sinjal nga lëvizjeve vendosje që është duke bërë marrëveshje me ndonjërin parti, LDK po jep shpresë se mundet edhe të bëjë një koalicion me partinë fituese të 9 shkurtit. Zgjedhjet komunale dëshmuan se mos bashkëpunimi i vazhdueshëm i partive politike shqiptare ka frustruar aq shumë qytetarët e vendit, saqë edhe me votimet lokale të merrnin pjesë vetëm një numër simbolik i tyre, ku përveç pjesëmarrjes së ulët, prej vetëm rreth 39.5%, që në fakt është edhe më e ulët se sa në zgjedhjet lokale të vitit 2021, sovrani votoi në atë mënyrë që në shumicën e komunave të vendit fituesi të vendoset në balotazh. Prandaj mënyra e zhvillimit të garës së partive politike është pothuajse e sigurt se do të ndikojë edhe në negociata për formimin e qeverisë së re të Republikës së Kosovës të dalë nga zgjedhjet nacionale të 9 shkurtit, duke qenë se tani më presidentja Vjosa Osmani edhe e ka mandatuar kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti për formimin e qeverisë së ardhshme, megjithse ende nuk ka sinjale publike mbi koalicion të formuar të bashkëqeverisjes me ndonjëra nga partitë politike bazuar në rezultatet e zgjedhjeve lokale, si dhe në bashkëvotimin e Nenad Rashish për kryetar të kuvendit, edhe nga LDK-ja ka shenja, qofshin ato edhe simbolike, se LDK mund të bjerë dakord edhe për koalicion qeverisës me të cilën lëvizja vetëvendosje ka dëshmuar se është e interesuar ta formojë koalicionin për bashkëqeverisje në qeverinë ardhshme, shtjelloi analisti. Po ashtu Çari vlerësoi lart mbarvajtjen e zgjedhjeve lokale dhe për këtë ai shpreson se ato do të ndikojnë te partitë politike për një parafrim të mundshëm në nivel qendror për formimin e qeverisë së re. Edhe një herë duhet cekur se votimi i të dielës së 12 tetorit për kryetarët dhe përbërjen e kuvendeve komunale të zhvilluara në një atmosferë shembullore, të qetë dhe pa incidente të theksuara që do ta dëmtonin procesin dhe prishjen e mbarvajtjes së votimeve demokratike me shtrirjen simetrike të votave të qytetarëve për kandidatët në mbarvendjen dhe nga të gjitha partitë politike, pasqyruan një fenomen që dëshmon demokracinë më të avancuar në rajon, votimin e lirë të pandikuar dhe proces me më demokratik të zgjedhjeve të mbarë Europën jugperëndimore, akt të cilin duhet ta marrin si shembull veprimi edhe partitë politike për të mundsuar vendit krijimin e qeverisë së re, veçanërisht tani më kur është konstituar edhe kuvendi dhe shumë ligje e marrëveshje ndërkombëtare financiare, ekonomike e politike, si dhe obligime të tjera të rëndësishme, presin miratimin e tyre për mbarvajtjen e vendit, avancimin e shtetëndërtimit dhe përmirësimin e jetesës së qytetarëve, nënvizoi ai. Motej, analisti analizoi se me cilat parti mund të përafrohet lëvizja vetëvendosje për koalicion, e në këtë pikë përmendi 2 parti, LDK dhe Nismën, çdo kësaj faktin se me parti të vogla si Nisma, e cila kishte pretendime më të mëdha se sa vetë fuqia e saj politike, negociatat nuk rezultuan të suksesshme, e vetme mundësi dhe zgjidhje më e mirë e cila do të mundsonte edhe garantimin e votave të mjaftueshme për rivotim apo zgjedhjen e presidentit të shtetit në muaj të prill të vitit të ardhshëm mbetet LDK-ja, ndaj pas votimit të përbashkët për Nenad Rashish për në kryetar të kuvendit nga Pakica Serbe. Unë besoj se këto 2 parti, ndoshta edhe në një sistimin e faktorit e jashtëm, nëse nuk kanë arritur deri tash marrëveshje, ndërkohë janë duke biseduar prapa kulisave për mundësinë e formimit të një qeverie të qëndrueshme e stabile, të cilën, pas më tepër se 8 muajsh nga zgjedhjet e 9 shkurtit, e ka të domosdoshme dhe mos e të nevojshme Republika e Kosovës, ndër të tjera analistë shtojnë se në rast se nuk arrihet ndonjë marrëveshje mes lëvizjes vetëvendosje dhe ndonjë partie opozitare shqiptare, atëherë vendi duhet të shkojë sërish në zgjedhje të jashtëzakonshme.